Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj si avokate dhe është e tmerrshme se si gënjehen klientët. Punoj si avokate prej 7 vitesh dhe çdo mëngjes para se të hap derën e zyrës, ndalem për 1 sekond më shumë se ç'duhet. Marr frymë thellë, jo nga lodhja, por nga pesha, sepse e di që sapo të hyj brenda do të duhet të vesh një fytyrë tjetër. Një fytyrë që di të buzëqesh, të premtoj, të siguroj. Një fytyrë që gënjen bukur. Kur zgjodha këtë profesion, besoja te drejtësia. Vërtet besoja. Mendoja se ligji ishte një shtyllë e fortë, se avokati ishte zëri i tyre që nuk dëgjoheshin. Në universitet na flisnin për etikën, për përgjegjësinë, për betimin moral. Askush nuk na përgatiti për realitetin. Klientët hyjnë në zyrë gjithmonë njësoj, të frikësuar, të lodhur dhe të dëshpëruar. Mbajnë në duar dosje të rrudhosura, letra që nuk i kuptojnë, shpresa që varen në fije të perit. Dhe sytë e tyre, sytë janë pjesa më e vështirë, sepse të shikojnë sikur ne të jemi shpëtimi i fundit. Avokate, a kam shanse? A do ta fitoj? Më thuaj të vërtetën. Dhe unë e di të vërtetën që në minutat e para. E di kur çështja është e humbur, e di kur ligji nuk është në anën e tyre, e di kur sistemi është i kalbur dhe drejtësia vetëm një fjalë e bukur në libra është. Por nuk u a them. I them vetëm, ka mundësi, do luftojmë, varet. Fjalët elastike, fjalë që nuk premtojnë asgjë por tingëllojnë si shpresë. Kam parë nëna që shesin bijuteritë për të paguar honorarin. Burraj që marrin borxh për të mos humbur gjithçka. Gra që më shtrëngojnë dorën dhe më thonë, të lutem, je e vetmja që më ka mbetur. Dhe unë marr parat, dosjen, rastin tim. Jo sepse jam e keqe, por sepse ky është sistemi. Zyra ka qira që duhet të pagohet. Partnerët kërkojnë rezultate. Sepse nëse them gjithmonë të vërtetën e plot, nuk mbijeton askush në këtë profesion. Gënjeshtra më e madhe nuk është ajo që them me gojë, është ajo që lë të kuptohet. U them klientëve se gjyqi është i gjatë, por nuk u them sa shkatrues është. U them se ka apel, por nuk u them sa i pashpres është. U them se ka precedent, por nuk u them sa rrallë zbatohen për njerëz si ata. Në sallën e gjyqit jam e ftohtë, e saktë, e përgatitur, luaj rolin tim perfekt, por brenda diçka më gryen, sepse shoh fytyrën e klientit tim ku gjyqtari lexon vendimin. Dhe ajo fytyrë gjithmonë kërkon sytë e mi sikur të pyes, po ti a e dije? Po, e dija. Një herë një burr rreth të 50-tave humbi gjithçka. Çështjen, punën, familjen. Kur doli nga salla, u kthye nga unë dhe më tha me zë të ulët. Edhe sikur të humnim, faleminderit që më dhe shpresë. Ato fjalë më thyen më shumë se çdo akuzë. Kuptova se e rrezikshme është shpresa kur nuk mbështetet në të vërtetën. Netve nuk fle mirë. Ri dhe mendoj për dosjet e mbyllura, për emrat që nuk më telefonojnë më, për njerëzit që ndoshta besuan më shumë te unë se sa duhej. Pyes veten sa herë kam kaluar kufirin mes përfaqësimit dhe manipulimit. Jam avokate, di si të argumentoj, di si të justifikohem, përfshir këtu edhe veten. Por e vërteta ime është kjo. Në këtë profesion nuk gënjehet gjithmonë për të fituar çështjen. Shpesh gënjehet për të mbajtur gjallë një iluzion. Dhe tmerrimi i madh nuk është se klientët gënjehen. Është se me kalimin e kohës fillon ta bindesh veten se kjo gjë është normale.